Mirë mbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takojemi sërish edhe në këtë javë. Si që dim, opinioni publik është ronditur nga rasti i Erjanit Slamnikut, i cili pretendonte se trajtonte fëmijë me autizëm. Ky rast ka ngritur shqetësime serioze në sigurinë e fëmijëve, etikën profesionale dhe pasojat e mundshme psikologjike e neurologjike që mund të vinë nga ndërhyrje pa bazë shkencore dhe pa licencë profesionale. E për të diskutuar mëgjërësisht për këtë çështje delikate, sonte të ftuar kam në studio Mirjeta Pestisha, psikologe, me të cilën do të flasim për ndikimin psikologjik të këtyre rasteve dhe për rëndësinë e mbështetjes profesionale për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre. Mirjeta, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit shumë për ftesën. Mirjeta, duke ditur që ditët e fundit opinioni publik është rënditur nga rasti i Erjanit Slamnikut, ku sipas raportimeve po pretendohet se trajtonte fëmijët me autizëm duke ju dhënë barna për kafshë. Si shihni ju këtë rast? Nëse ndalim edhe e mendojmë se si njerëzit mund të përfitojnë nga një kategori mjaft e ndjeshme, që janë prindërit që kanë fëmijë me nevoja të veçanta ose edhe me autizëm, natyrisht që është një shkelje jo vetëm e ligjit, por është një shkelje e çdo rregulle morale dhe individuale që një person mund ta ketë. Sepse ne e dimë që prindërit në ditët e sotme e bëjnë më të mirën të mundshme për fëmin. E mos flasim kur jemi duke pretenduar prindërit të cilët kanë fëmijë me nevoja të veçanta ose kanë fëmijë me autizëm, ku autizmi në kohët e fundit është një temë aq tabu, saqë çdo prindi ka, kur fëmiu lindi, ka dyshimet e veta derisa ai rritet në moshën 2-3 vjeç. Çdo sjellje i atribon mos ka sjellje të autizmit, për shkak që është autizmi qaq tabu në vendin tonë, duke mos e ditur saktësisht se çfarë është. Mendoj që edhe mungesa e informacioneve të prindërve dhe të masës në përgjithësi në vendin tonë e bën që t'i besojmë personave të cilët thjesht nuk kanë ndonjë dëshmi profesionale që mund të trajtojnë, e mos themi sikur tek rasti i fundit që thuhet shërimi i autizmit. Nuk ekziston në botë një shërim i autizmit, sepse autizmi asnjëherë nuk është konsideru e as nuk vazhdon mu konsideru sëmundje. Përderisa nuk është sëmundje, ne nuk mund t'i atribuojmë me fjalën shërim. Mirë po, prapse prindërit që ndrojnë brapa asaj që ekziston një shpresë dikun që thjesht fëmiu mund të lirohet prej simptomave të autizmit. Mirë po, kjo është e pavërtet dhe mendoj që edhe ne si profesionalist e kemi një barë te vetja jonë që nuk i informojmë shumë prindërit në çfarëdo mënyre që kemi të mundshme, qoftë përmes rrjeteve sociale, qoftë përmes mediave, qoftë përmes kampanjave të ndryshme, qoftë përmes broshurave të ndryshme, t'i tregojmë saktë se çka është autizmi dhe cila është forma e duhur e trajtimit. Rasti i fundit natyrisht na ka prek gjithë secilin, po flas prej atyre të cilët janë prekur drejt për drejt me rastin e Erjanitit, e deri tek profesionalistët që ushtrojnë profesionin që një kohë të gjatë dhe e dim ne se si është trajtimi i rasteve me autizëm, sa kohë merr, sa përgjegjësi duhet të kemi, se si kalon prej një seancës në seancën tjetër, si janë progreset dhe regreset të cilët i kemi ne gjatë punës me fëmijë me autizëm, besueshmëria e prindërve që vinë qarshi neve, dhe të dalë dikush dhe të thotë që shërohet autizmi përmes medikamenteve apo barnave të cilët janë janë për kafshë, natyrisht që na lën me nënkuptu shumë dhe është e dhimbshëm për gjithë komunitetin dhe të gjithë atyre që i besojnë kësaj. Mirë po, kjo i bën prindërit që të jenë skeptik
në marrjen e shërbimeve profesionale, sepse marrja e shërbimeve profesionale don kohë, mund, përkushtim dhe durim, dhe gjithmonë mundohemi që të gjejmë një rrugë alternative që është më e shkurtër që na çon deri te përmirësimi atyre fëmijëve. A mendon që vetëm nevoja për ta shëruar fëmijën e tij e ka çuar deri në këtë mos, domethënë që dhe Arianit Slamniku të bëhet i besueshëm që mund të shëroj fëmijët me autizëm? Natyrisht që po. Nevoja e prindërve sidomos në Kosovë është më se e madhe, për unë e thash edhe një herë që nuk kemi informacione të duhura se çfarë është autizmi, cilat sfera të trurit i dëmton, cilat sfera të trurit një fëmijë me autizëm i ka jo funksionale, dhe si bota ende nuk ka arritur as përmes operimeve, as përmes medikamenteve, as përmes vaksinimeve, që thjesht këta fëmijë një ditë që shtuhet tek rasti i Arianitit të jenë domethënë pa autizëm. Një fëmijë i cili lind me risk për të qenë fëmijë autik dhe person autik, do të mbetet i tillë gjatë jetës. Mënyra se çysh ne trajtojmë gjatë jetës ka shumë rëndësi. Domethënë ky është një sqarim që fëmijët me autizëm nuk kanë shërim. Nuk mund të themi shërim, sepse shërim i atribuohemi një sëmundjes, dhe autizmi nuk është sëmundje. Mirë po mund të themi që një fëmijë i cili lind me autizëm, një fëmijë i cili lind me sfera të dëmtuara që cilët i kanë fëmijët me autizëm, nuk do me thonë që ai fëmijë nuk do bëhet mesatarisht sikur fëmijët e tjerë. Puna e vetme dhe progresi i vetëm dhe thjesht shpresa e vetme të prindë duhet të jenë seanca terapeutike. Seancat terapeutike janë ato të cilët e zbehin simptomat e autizmit dhe e bëjnë atë fëmijë njëherë kontribues të rrethit që e ka familjes, e bëjnë të pavarur për jetën e tij, e bëjmë verbal me aq sa është potenciali i fëmijëve dhe më pas duke punuar vazhdimisht sepse fëmijët me autizëm dojnë punë për kushtim nga familja, nga profesionalistët, nga institucionet. Nëse punohet fuqishëm me rastet të cilët janë të prekur me autizëm, një ditë mund të jenë persona të cilët janë kontribues të mirë të shoqërisë. Mirë po, na duhet punë. Nuk ka asnjë alternativë të shkurt që shkojmë drejt përmirësimit të menjëhershëm të fëmijëve me autizëm. Dhe kushdo që del deri më sot dhe thot që ka medikamente të cilët thjesht po eliminojnë, po e them fjalë me but, po eliminojmë simptomat e autizmit, është gabim, sepse në Amerikë është me vite tona shkencëtarë, ndoshta më të mirë, duke bë përpjekje që të gjejnë qoftë një vaksinë, qoftë një medikament i cili është adekuat që i ndihmon fëmijëve me autizëm, mirë po jo nuk ka. Mendoj që fëmijët me autizëm lindin me autizëm për shkak të disa gjanave të cilat nuk funksionojnë në fetusin, kur fëmija është në fetus, do me thonë. Dhe çdo përpjekje tjetër, të cilët ne mundohemi që ta bëjmë përmes medikamenteve apo çka do qoftë, natyrisht që është gabim dhe është jo e lehtëshme dhe është jo e përkrahur nga ana shkencore. Po. Mirjeta, a mund të ketë pasoja afatgjata psikologjike nga përdorimi, siç thotë, trajtimin që ka bërë me barna të kafshëve në fëmijët me autizëm? Çfarë pasoja mund të ketë? Duke ditur që pasojat mund të jenë edhe të rënda, por sa mund të jenë afatgjate? Sa i përket barnave, kam hyrë dhe kam hulumtu, po ato barna janë testu vetëm nga kafshët. Dhe ne e dim që sistemi, dhe me thonë qoftë kognitiv, qoftë fizik, ndryshon nga njerit e kafshët. Nëse për kafshët ka qenë adekuat, nuk do me thonë domosdoshmë që mund të jetë për
njerëzit. Sa do i bëj dëm, tash mbetet me pa. Për personat të cilët thjesht i kanë përdorur ato medikamente. Me sa kam hulumtu, ato medikamente, ato barna, janë për eliminimin e paraziteve në trup, të kafshët, të cilët janë përdorur për t'i eliminuar toksinat e rënda të cilët fëmijët me autizëm në përgjithësi kanë. Po sa bëjnë dëm, kjo mund të jetë një përgjigje mund të jetë më shumë paragjykuse, pasi që duhet një hulumtim më i thellë për persona të cilët i kanë përdorur, apo për fëmijët të cilët veç se i kanë përdorur këto medikamente. Po tek trajtimi psikologjik i fëmijëve që janë ekspozuar atyre barnave, si mund të jetë në aspektin psikologjik? Barnat nuk thuhet që kanë ndonjë efekt apo kundër efekt nga ana psikologjike, mirë po nëse nuk janë të adresuara për njerëz, natyrisht mund të kenë edhe reaksione tek truri i fëmijëve. Ne e dim që truri është një nga organet më komplekse të trupit, dhe gjitha ato neurone dhe gjitha ato sinapsat dhe cilët bashkëpunojnë me njëra tjetrën për t'u lidhur dhe ne për të bërë funksional, natyrisht që ka edhe barna të cilët mund të kenë efekt dhe kundër efekt, për arsye që neuropediatrat i japin medikamente, siç janë omegat, apo dhe medikamente qetësuese për fëmijët me autizëm kur ata kanë sjellje agresive, dhe këto medikamente mund të ndikojnë thjesht ato sinapsa të lidhen mes njëra tjetrën dhe të bëhen më funksionale. Unë nuk them që personat me autizëm nuk përdorin medikamente, mirë po përdorin medikamente të cilët janë të testuara nga ana shkencore që ato medikamente nuk kanë kundër efekt. Ndërsa për barnat të cilët ne po flasim sot, nuk kemi asnjë hulumtim të mirëfillt se çka mund të ketë efekt apo kundër efekt tek truri i fëmijëve. Por në rastet si ky i Arianit Slamniku, çfarë përgjegjësie mbajnë institucionet, po ashtu edhe profesionistët e shëndetit mendor? Por institucionet po besoj që janë të bëjnë punën e tyre, pasi që është adresu si rast, edhe me gjasë edhe është arrestu personin e fjalë, edhe kanë gjetur gjana në shtëpinë e tij të cilet janë të kundërligjshme dhe të cilet i ka përdorur për fëmijët me autizëm që janë barnat, për kuajme sa e pash, të cilet janë të destinuara. Mendoj që domethënë organet kompetente, po flas nga ana ligjore, janë duke bërë punën e tyre, ndërsa ne si profesionalist na mbetet thjesht që, e thash edhe më herët, të kontribuojmë në mirë informimin e prindërve se çfarë është autizmi, cila është dera që duhet të trokasim kur fëmiu ka simptoma të autizmit, cilat mund të jenë të mirat e intervenimit të hershëm, cilat mund të jenë jo të mirat e intervenimit të vonuar tek rastet me autizëm, të trajtohen prindërit se si të punojnë me fëmijët me autizëm, të mbahen më shumë kampanja se çka konkretisht është autizmi, cilat janë pasojat ose cilat janë gjëra të cilat thjesht mund të na dërgojnë që një fëmijë të lind me autizëm, cilat janë reagimet e para, cilat janë shenjat e para që një fëmijë me autizëm mund të ketë, dhe si të trajtohet ai fëmijë, përveç psikologëve, përveç terapistëve të sjelljes, të cilët e bëjnë një punë të mrekullueshme, është edhe neuropediatri që duhet gjatë gjithë kohës ta përcjell, sepse fëmijët me autizëm rritën, truri i tyre mund të mbetet në disa sfera i pazhvilluar mirë, në disa sfera është i zhvilluar mjaftueshëm mirë, dhe ne të shohim se ku është vështirësia, dhe në ato vështirësi
të mundohemi dhe të kontribuojmë që këta fëmijë një ditë të bëhen persona të rritur të përgjithshëm, së pari për veten e tyre dhe pastaj për rrethin. Po, i përmendëm prindërit. Si u shpjegohet prindërve në anën psikologjike kur ata kuptojnë që ka një fëmijë me autizëm? Natyrisht nuk është e lehtë. Natyrisht nuk është e lehtë, po nisëm nga përvoja profesionale dhe personale. Sepse e ushtroj profesionin që shumë vite, jam përballur çdo ditë me prind të cilët kanë fëmijë me autizëm, ose prind të cilët i vendoset një diagnozë që fëmiu është me autizëm. Dhe nga ana personale që unë kam 2 fëmijë të cilët e bashkëndjej gjithë secilin prind i cili troket në derën tonë. Mirë po, në ditët e sotme, sidomos po flas për vendin tonë në Kosovë, për trajtimin e fëmijëve qoftë me autizëm, qoftë me vështirësi të tjera, po bëhet një punë e mrekullueshme. Seanca terapeutike në vendin tonë, unë kom pas raste të cilët kanë ardhur nga vendet e tjera, Gjermania, Franca, Slovenia, janë trajtu këtu. Dhe kur janë kthyer në vendin e tyre ku kanë bërë vlerësim, domethënë kanë një progres tepër i mirë që në vendet e tjera arrihet shumë ngadalë. Po. Është një gjendje emocionale e prindërve e cila duhet të punohet edhe me vetë prindin, që ndoshta edhe prindi duhet të merr trajtim që si të sillet me fëmijën, si ta pranoj fëmijën në gjendjen të cilin është. Ne ende punojmë me prindë të cilët edhe pse sillin fëmijën që një kohë të gjatë në seancat terapeutike, apet e kanë një shpresë që fëmijët e tyre një ditë të tjenë si fëmijët e tjerë. Po, sa është i vështirë ai rikuperimi pra i emocioneve të atyre fëmijëve, por edhe prindërve? Është mjaft i vështirë, sepse ne e dim që nuk është e lehtë. Sidomos në vendin tonë po flas nga aspekti i stigmës sociale, nuk është e lehtë që një fëmijë që ti si prind ta pranosh një fëmijë. Dhe ndoshta që kjo është njëra prej arsyeve që e çon prindin ende me shpresën se mos thjesht është vetëm ende i vogël, mos ka ngjoa nga dikush që s'ka fol, 5 vjeç, 6 vjeç, mos sillet e tij gjasojnë si të babit, si të mamit, domethënë ende stigma sociale e ushqen me shpresë prindin si prind. Po. Nuk është e lehtë, po e them edhe një herë, mirë po mënyra më e mirë që të ndihmojmë vetës pikë së pari dhe të ndihmojmë edhe fëmijët i cili tash të madhe se po e vrem që ka ndonjë vështirësi në zhvillim, dhe kjo mund të na çojë ndoshta edhe në diagnozë autike, është pohimi i gjendjes reale. Po. Kur ne pohojmë, domethënë e pranojmë gjendjen e fëmijët, jemi rehat, spari dhe emocionalisht me veten tonë, natyrisht gjithmonë të kërkuar më të mirën për fëmijën, dhe të mundu me bë punën më të mirë për fëmijën tek profesionalist, po natyrisht që po, sepse vrihen vështirësitë ku janë, dhe në ato vështirësi po punojmë bashkë me prindin. Sepse dhe profesionalistët e kanë të vështirë të punojnë nëse dhe prindi nuk është bashkëpunues. E prind jo bashkëpunues janë ata të cilët ende kanë shpresën që fëmiu i tyre nuk ka. Po më thjesht nuk ka autizëm, nuk ka ndonjë vështirësi, është pjesë e moshës, është pjesë e dembelizmit, është pjesë e ngjasisë së dikujt. Mendojnë që mund të ndryshojnë me moshën? Po, mendojnë që ndryshojnë me moshën, ka pas raste të cilët me 5 vjet kanë filluar me fol, ka pas raste të cilët deri në 3-4 vjet i ka bërë sjelljet, pastaj i kanë ndërprer, domethënë ende bëjmë shumë krahasime sociale mes njëri tjetrit, mes fëmijëve të tjerë. Mirë po, prap se prap, mendoj që është të bëmë mjaftueshëm në vendin tonë, prindët kanë fillu thjesht me ekspozu fëmijët me autizëm, fëmijët me nevoja të veçanta, kanë fillu me ekspozu edhe në rrjetin shoqëror, edhe në rrjetet sociale, nuk e kanë stigmë, po e flas, një përqindje e vogël, jo të gjithë. Ose ka dhe prej atyre prindërve që ende hezitojnë të shfaqin fëmijët të tyre që kanë autizëm? Natyrisht që po.
Çfarë do Pse ndodh vështirësie. kjo? Është shkak i paragjykimeve ose diçka më e madhe? Është pjesa e mohimit, është pjesa e parë që ende prindi nuk mund të me pranu që fëmiu i tij ka një vështirësi. Pjesa e presionit social, shumë e theksuar në vendin tonë, e stigme sociale, dhe kjo e bën që prindit thjesht mos tep dhe mos me ekspozu fëmijën. Sepse ne e dim që një fëmijë që ka vështirësi apo një fëmijë që është me autizëm ka sjellje të cilat një fëmijë me zhvillim tipik mund të mos i ketë. Sjelljet përsëritse, sjelljet jo të menaxhueshme, shpërthimet emocionale, fiksimet, të cilët nëse frekuentohet në një vend publik, ai fëmijë nga të tjerët vrehet. Po. Dhe kjo mund t'i pengoj prindit. Dhe për shkak të pengimit të prindit, i cili personat e tjerë kthehen dhe shohin fëmijën e tyre se si sjellet, kjo e bën që mu stagnu dhe ende mos mi ekspozu mjaftueshëm, edhe pse në ditët e sotme nuk kemi pse mos mi ekspozu, sepse kanë fillu të gjithë thuajse këta fëmijë mi dërgu në kopsht. Po, duke qenë se mund ta gjejnë edhe trajtimin më të mundshëm, Natyrisht të që po. drejtohen edhe tek psikologët. Po, ti dërgojnë në seanca, pastaj është pjesa e shkollës e cila është e domosdoshme që një fëmijë të frekuentoj, qoftë në shkollat publike, qoftë në shkollat të cilat janë të specializuara për fëmijë me nevoja të veçanta, kështu që kemi progres mjaftueshëm nëse flasim para 10-15 viteve, mirë po kemi mungesë informacioneve. A mund të përkeçohen simptomat ekzistuese të autizmit pas përvojave të tilla që mund të ketë, si rasti i personit në fjalë? Po, mund të kemi atëherë kur prindërit po stagnohen nga marrja e shërbimeve profesionale, të cilët janë edhe të kushtueshme, mirë po në të njëjtën kohë marrin kosto kohore, domethënë marrin më shumë kohë për të trajtuar, për të eliminuar një sjellje, për fëmiu të flas, që fëmiu të largoj një fiksim, një sjellje përsëritse, të zhvilloj sferat e interaksionit me njerëz të tjerë, sferën sociale, të gjitha këto dojnë kohë dhe periudhë të gjatë trajtimi. Dhe prindrit po tërheken nga marrja e shërbimeve profesionale, duke kërkuar vende apo duke kërkuar persona të cilët pretendojnë që këta e arrijnë me një bar, apo me një seancë, apo me një vizitë. A keni pasur, Mireta, raste vetë personalisht në klinikën e juaj, që ka pasur prind që ka pru fëmijën, domethënë me autizëm, mandej e ka largu, ka thonë jo se e kqyri edhe pak, ose diçka është distancu nga dërgimi? Po, ka edhe rastet e tilla. Ka raste, sidomos të prindrit të cilët nuk janë shumë bashkëpunues, prindrit të cilët mohojnë gjendjen e fëmijët, dhe ata të cilët kërkojnë thjesht që fëmiu i tyre të përmirësohet si me shkop magjik. Mirë po, çdo rast i cili vjen që nga seanca e parë, mundona t'i përgatiti edhe nga ana psikologjike dhe emocionale e prindërve, që trajtimi i fëmijëve don kohë dhe duhet të shkojmë në hapa të ngadalshëm. Nëse dojmë, në një termë të afërt, të kemi progres. Dhe këta fëmijë të bëhen, domethënë, të arrihen sferat të cilat i kanë mbrapa, apo vështirësitë të cilat i kanë. Dhe ka pas raste të cilët janë trajtuar me medikamente, ose raste të cilat kanë përdorur detokse të tilla. Në rast të fundit kishte një pauzë prej 2 muaj, 3 muaj, me gjaz, për shkak që dëshironte që fëmiu i tij të trajtohet edhe përmes detoksit. Dhe normal, kur ne përdorim detoks, janë edhe pastaj probleme të tjera shoqëruese të cilët i shoqëron fëmijët. Mirë po, kur fëmiu u rikthye në seanca, ishte gjendja më e rënduar se sa që kishte qenë më herët. Si është në këtë rast, duke qenë që është rast i rënd, të kthehet aq më rënd se sa ka qenë? Kthehet aq më rënd sepse fëmijët me vështirësi nuk kanë nevojë për medikamente, këta prindërit duhet ta kenë parasysh.
medikamentet të cilet përshkruhen nga neuropediatrat, duhet të jetë një vit të drejtë me seanca terapeutike. Asnjë medikament deri më sot nuk ka mujtë që të bëj punën i vetëm nëse fëmiu nuk është trajtuar dhe me seanca terapeutike. Dhe natyrisht që është e dhimbshme, sepse 2 muaj, 3 muaj për një fëmijë me një vështirësi është shumë. Na kthen në regres të gjitha objektivet të cilat ne i kemi arritur deri sot. Për këtë arsye mendoj që sa më shumë informacione që prindërit marrin, sa më të besueshëm që dalim ne dhe ju tregojmë prindërve që seanca terapeutike dhe asgjë në botë tjetër nuk ka mund të funksionojë më mirë se këto, shpresoj që të dalë diçka më e mirë. Mi po deri më sot nuk kemi. Mi po diçka e cila mbështetet shkencarisht dhe diçka që mbështetet, domethënë që është enkas për këtë çështje, jo diçka që vjen me hipoteza të cilat vetëm hamendësojmë që mund të jetë e duhura. Mund të themi që deri më sot çdo ndërprerje seancave terapeutike sill në regres. Nuk jam kundër që të bëjmë detoxe të fëmijëve, sepse thuhet që janë fëmijë të cilët kanë më shumë metale të rënda në trupin e tyre. Dhe kjo mund t'i bëjë që funksionimi i trunit të mos jetë në nivel. Mirë po këto detoxa, medikamentet të merren nga personat të cilët janë adekuat. Neuropediatri e luan rolin kryesor përmes EKG-jave të kokës, MRI-s, e shohim se cila pjesë e trurit është jo funksionale, cilat valë të trurit janë më të ngadalshme, edhe neuropediatri është për të përshkruar medikamente. As psikologët nuk e kanë të drejtën as të sugjerojnë një medikament. Dhe kjo është e jashtëligjshme. Nëse një psikolog, qoftë klinik, qoftë terapist, i sugjeron një prindit që të përdor X medikamenti, pse një fëmijë tjetër është përmirësuar përmes këtij medikamentit ose ka pas progres, është jo etike. Dhe ti mund të ndjekësh ligjërisht, sikur rasti në fjalë, për shkak që ti po sugjeron medikamente pa të dhënë drejta. Po, Mirjeta, si mund ta shohim anën psikologjike dhe emocionale të atyre prindërve që kanë rënë prej rastit Arianit Slamnikut? Shumat të cilët po e trajtoj ke rastin në fjalë, ishte një shumbegje e madhe. Po. Dhe ka prind të cilët ndoshta për shkak të besueshmërisë të cilën e ka kriju si person edhe për shkak të mos informacioneve të cilët i kemi, ose ato mjete kanë qenë prezente ose janë gjetur dikun, për me shku deri tek trajtimi i fëmijëve. Dhe kur ne e kemi një shpresë diku, dhe unë me gjas, po ndoshta edhe po paragjykoj vetëm me gjas, prindërit nuk e kanë ditë që ato medikamente janë për kafshët. Besoj që as nuk i kanë lexuar ato as nuk i kanë lexuar, natyrisht që jo. Dhe kur del një njoftim apo del një lajme të tilla që u bën, dhe ti je pre e mashtrimit të tij, dhe e mendon që ato medikamente ju kanë jep fëmijët tënd të cilët nuk janë të destinuara për njerëz, por janë të destinuara për kafshët, mendoj që është e rëndë. Është e rëndë për shkak që ti ke besu te ai person, është e rëndë për shkak që po e din që ato mund të ndikojnë negativisht tek fëmia, dhe është e rëndë sepse ti ke besu që ai fëmijë do të jetë mirë, dhe fjalët e cilët janë thënë me gjas, sepse nga një deklaratë më e hershme sa e pash që asnjë fëmijë autik në Kosovë nuk do mbetet. Po, ishin ato fjalë të thëna. Po, janë fjalë të thëna të cilët ti të bën me besu që pas ka diçka të cilën dikush
e din se çka është më e mira për këta fëmijë. Unë ju bëj thirrje të gjithë prindërve kur i shohin vështirësitë në vitet e para të fëmijërisë së tyre, të dinë se ku të adresohen. Sepse çdo gjë alternative, çdo teknikë alternative, çdo banë alternative, çdo metodë alternative të cilët i tjerë të përdoren, e cila nuk është e vërtetuar shkencëtarisht, natyrisht ndoshta do të ketë edhe dëme të parikuperueshme të fëmija. Po tek prindërit, se tek fëmijët po besoj thonë që mund të jenë afatgjate ato pasoja, po tek prindërit ata të cilët e kanë besuar ato fjalë të thëna. A më mendon që mund të kthehen dhe të thonë që mund ta dërgojmë prap fëmijën dikun ku mund të shërohet ose mund të vazhdoj seanca terapeutike? A më beson që ata mund ta kenë vetbesimin e tyre që ta vazhdojnë këtë? Ndoshta ky është një rast i cili i mbushi prindërit pak a shumë informacione, sepse pash edhe intervista të profesionalistëve, të neuropediatrave, të neurologave për fëmijë, të cilët të dalin edhe tregojnë që autizmi nuk është sëmundje dhe nuk mund të shërohet përmes medikamenteve. Dhe kjo na lë në kuptu që ky është një rast të cilën çfarëdo metodë tjetër jo e vërtetuar shkencëtarisht, po na bën dëm prindit si prind nga ana që ai beson, nga ana që ai ka një shpresë, dhe ajo shpresë shuhet, nga ana financiare, dhe nga ana tërheqjes së fëmijëve apo mos ndjekja e seancave terapeutike për këta fëmijë. Nuk është e lehtë, mirë po është e vetmja rrugë ku ne pranojmë fëmijën tonë në mënyrën që ai është, me vështirësitë të cilat ai ka. Ku ne pranojmë fëmijën në ato vështirësitë të cilat ai ka, edhe trajtimi të cilat i bëhet fëmijës do të jetë më racional. Jo vetëm i përcjellur me krahasime ose i përcjellur me fjalë të dëgjuara nga dikush ose dikush. Po. Sot e kemi qasjen më të madhe se kurdo herë tjetër që të hymë dhe të informohemi. Çka është autizmi? Cilat janë mënyrat e trajtimit, edhe hulumtimet nëpër botë të cilat janë bëju në vendin tonë. Po. Cilat janë simptomat e para. Cila është mosha e duhur që ta dërgojmë tek psikologu, çka janë vlerësimet psikologjike, çka na tregojnë ato, cila është mënyra se si trajtojnë fëmijët, çka është ABA terapi, çka janë terapitë të cilat përdoren për këta fëmijë. Po, ka shumë gjëra që mund të hulumtojnë që ta gjejnë mënyrën e duhur për trajtimin e Natyrisht fëmijëve të tyre. Po ka është edhe ana tjetër e prindërve të cilët unë nuk i paragjykoj, i kuptoj në mënyrën më të mirë të mundshme, që ka prindë të cilët kërkojnë edhe më shumë se kaq. Kërkojnë rrugë të shkurtëra dhe efektive që fëmijët e tyre një ditë të jetë me zhvillim, sikur krahas që janë edhe fëmijët e tjerë, apo krahas zhvillimit kronologjik të cilin e ka. Për këtë arsye po e them, edhe një herë që edhe ne si profesionalist, edhe ju sikur media, kemi ende më shumë për të bërë që prindërit të informohen drejt. Po natyrisht që dhe institucionet të mbajnë kampanja çka është autizmi. Në shkolla, në kopshte, të mbajnë, domethënë, trajnime, qoftë me pagesë, qoftë pa pagesë, të cilët i nxit prindërit të informohen drejt. Dhe mendoj që kjo është rruga e duhur. Dhe jo mos të vazhdojnë rreth njerëzve, mund të them ashtu të rrezikshëm, të palicencuar që mund të ndërhyjnë në shëndetin mendor të fëmijëve me autizëm. Natyrisht po. Mirjeta, faleminderit edhe një herë për të gjitha këto informacione dhe këshilla që i dhe për të shkuesit tonë. Faleminderit shumë. Shpresoj që këto informacione sadopak të arrijnë tek personat të cilët kanë nevojë t'i dëgjojnë,
Dhe këta persona të cilët thjesht janë të prekur ka raste, apo kanë raste në familje, apo kanë fëmijë të tyre me nevoja të veçanta, çfarë do diagnoze qoftë ajo, të trajtojnë fëmijët e tyre nga ana profesionale dhe jo të mundohen të gjejnë rrugën më të shkurtër për të ardhur deri tek përmirësimi i atyre e fëmijëve, dhe kjo të jetë në kundërshtim me çdo hipotezë e cila është vërtetuar deri sot, sepse dëmet mund të jenë të parikuperueshme dhe mos të arrijmë deri në atë gjendje që të ndjejmë veten edhe më shumë fajtor se kaq për ato të cilët ja kemi bërë fëmijët tanë. Faleminderit shumë Ileta. Faleminderit juve, shëndet. Shikues të nderuar, shpresoj që mos të ketë më raste të tilla si të këtij të Arianit Sllamnikut. Kaq sa i përket këtij emisioni, natën e mirë e mirupafshim.